herë kur na kthehet në situata jo të sigurta, jo të këndshme, që po besoj të paktën një herë në jetë secilit i ka ndodhur që të jetë prezent në klube note ose në lokale që ndodhin probleme, ndodhin përleshje, gati edhe prej atyre ma fataleve ku njerëz kanë humbur jetën. Çfarë përvojash ke pas? Edhe sa të kanë ndiku në momentet caktume për me mendu me thonë, ndoshta për hir të kësaj me u tërhekse, rreziku në raste ka qenë i madh, thash. Unë çdo herë të ceku këtë punën e rrezikut, ti edhe kanë herë kur jetu ecë rrugës i në rrezik, apo kupton? Kështu që po foli gjatë përvojës tam që më ka rosi DJ nuk ka pas ndaj fare rreziku, wow, najsan, apo kupton? Po njerëz kur janë ndikim të alkoolit, normal që kanë janë nuk janë vetja. Mu nuk është që më ka ronë herë me pas nëjë kësi farë problemi shumë madhë najsan, që i ke pas personat adekuat që të kanë rujtë për që ato. Jo veç ty, flasë edhe ata me njëri tjetrin. Unë jam të full si për vetit, po edhe në shëmës. Nuk kena pas nëjë herë nëjë diçka që jam përlesht të na, ose kam pas nëjë problem, se kanë herë ndodhin problemet kur t'ju japë mundësi njerëzve mi u full gjatë punës kur je titull shumë muzikë, nuk bën edhe shumë mi u jap aty në vëmendje se mas nej dëshirat e ty në janë shumë të mëdha. Në që si probleme mundën me pas, po veç nëse japët mundësi. Kërkesa që s'përkojnë me momentin, nga këtu cilë ke pas ma çuditshëm, ma çuditshmën. Çuditshmën, po mënona shpejt me thonë, ma çuditshmën e kom pas, kur muzika shqip edhe ka orë dhe dy persona me thonë, falë, a ka mundësi me në alëshu muzikë shqip. Që kjo është e çuditshme, kjo nuk s'di që me ta spjegu. Që shreagova, e dhe shqip po kjo, që ka po duket? Në ato momentet e kini dëgjusën vesh edhe jetë të përshtat muzikën me muzikë. Edhe kur të ek dëgjusën edhe e nin që atë lavë diqysh të blokën, abedin, ku vetë me veti që a jetë u bo. Po, apet është diçka që... Kushe disa sa gota pas kanë shku që mos me mujtë me kuptu se qëfar gjuhe po luhet. Në anën tjetër, këtë dalimin ose ndryshimin e jetës natës, ata që e kanë ndjek prej vitesh ose që e kanë bo që jënë pjesë e gastronomisë prej vitesh, e vrejnë që është një dalim shumë i madhë. Sidomos nëse i referohemi Prishtinës. Qka ka ndodhë? Edhe a mendon njëjtë, a mendon që ka ndryshu, kur flasim ndryshim për të keq, pra si kur është zbe ajo dëshira, ose thjesht edhe qefi i aty në pakorve? Po, në Prishtinë ka nisë kjo, ku në gjithmonë në Prishtinë loj muzikës gjithë ndryshe. Edhe sëtë është ndryshe, edhe mundohen me majtë një ritëm diçka ma ndryshe për i venëve tjera, po edhe gjithë shka që a nisë për Prishtinës, edhe Prishtinë e ndrëm prapë, apo kuptan? Tash nuk pëdish me ta spjegu bash sakt me ti nda këtu, po së du zbe puna që nuk ka dhe njerë shumë, te na ka fillu ta mënë sezona me kun sezona, atëherë nuk kun sezona, atëherë ke pas kitë vitet sezona, e që kjo është ajo që ka fillu mu zbe për shkak që edhe nuk i edhe artista që dalin me tjep diçka të re, se po dalin kitë lojët e muzikës njëjtë, e që tu e kena edhe na pak fështirë, se na jena pak me muzikë ma hip-hop, së di ki trendin e muzikës që i ki edhe 5 zhondre që mrena një vitet jë ndru, e po besoj që me kalimin e kuës, po, qajo, shumë është lëmsh për momentin. Për momentin është edhe të prish punë shumë puna AI. AI po bojnë shumë sene që ti nuk i nevoj me kom prezent në studio. Një njëri thjesht mënët me bo në shpit vetë. Një person që merët me teknologjinë së do se është i avancu ma shumë me rritë sociale me kësi sene. E vërtit, kjo puna AI po na kryon pak edhe konfuzion. Shumë konfuzion të madhe. A ke lujt dërishtash, ose a i bën play kongët që edhe jo në bo viral? Po qëtoj për cilën ma. Ti nëse nuk je në ko, ti me metë mrapa, ti bjanë mu të rejkë për kësoj punë shumë shpejt. Shë që na do të me kunë në trend gjdo vit, gjdo minut, gjdo sekund, a vëden. As njëherë nuk mund është me thonë, ti jalla une e kom një menë edhe une për bëjve qëta. Normal, është tu funksionu AI, sot ti duhet me gjithë një diçka shumë të mirë, që mund është me bu. Njerës ka nevoj për shambull që të ku për dashni, ma shumë për tekste. Tekstet jënë hubë krejt.
Do më dhënë muzika sot që bëhet në përsëritje. A ke provu me sfidu vetën edhe me tekste? E kom provu me sfidu vetën tekste, po ma shumë kom provu me sfidu vetën në aranjime. Do më thonë më munu me i përmisu gabimet, lafet, qëto. Një loj producenti. Okej, bukur. Njerëzit që punojnë në jetë nate, janë të prirur me u paragjyku prej masës. Qofshin djem apo vajzat në një dozë më të madhe që punojnë në klube nate, lokale të tjerë. A të ka prish punë të ndonjëherë kjo në raport personal, në krijimin e besueshmërisë të vajzës që ta ka marrë zemrën sot? Po, une të kjo punë besoj kështu. Më varë qysh keme nisë të këtë punë. Ti keme normal që para se me folë me personin e zemrës, po besoj që ti e atërgon profesionin tënë. Se gjithë shka nisë për i profesionin. A jeni taku në një rast ku ti e konë të lujtë muzik? Nuk jena taku atë, po ftesën e i kumë bo. Mi të regu pak edhe që qëfar lojtë punës e bëjone, kush jomë në qa bëjone. Edhe qëfar lojtë muzikës? Po jep edhe një loj besimi du të mja dhonë që me arrit dheri sa të avden. Jo vësh që une me thonë e kom punë edhe pe bëj këta edhe s'ka ma. Që kjo është pra je siguru me fillim? Po normal, me fillim gjithmonë. Une sot që munona ka njerë me dalë jashtë vetës, nuk mëj se blokoj. E momentit që blokoj tash, nuk mund është mi këthy përgjigje me thonë që shu që ma mirë është qajë direktja. Që kjo është e jamja që të bëjën edhe që kjo. E vërtet, ke punu për me fitu këtë Your Favorite Yes, se hasëm në një postim të ndin, kra partnerës, edhe kishe shënu aty My Favorite Yes, pra poja i me preferume. Të tha po, a? Po, e vërtet. Vërtet, më tha po, mas deri sa në arrita atë besimin tem, deri sa në arrita atë mënyrën tem atë mirën, a din qysh me shprej, ku me shprej, qa me bu. Me qka ta fitoj zemrën? A është kjo fotografia? Po, kjo është. Sa e bukur, yll vajza. Kjo ma ka fitu zemrën me qëtësin e saj, me mënyrën e qëndrimit saj, dhe më ka dhoni një besim diçka që unë nuk e ku menu asë njerë. Shtu që kjo është ajo që ka orë puna dheri shto. Sa i keni stilin e njejtë në muzikë? A të gjoni muzikë të njejtë, ose cilat janë pasionet e jujat përbashkëta? Pasionet tonat përbashkëta janë me muzikë jena paka shumë të njejtë, po jo shumë. Jo shumë? Se kjo e pëlqenë edhe muzikën live pak ma shumë, kjo do më dhonë është ka muzika qytetare, muzika së që performohet, i pëlqen pak ma shumë. A i ka zonin? A i shkon zonin? Kote fundit, do më dhonë që to ditë e fundit, e kena posë një energji shumë interesant. Më dhonë jena kun të nejt, të hongër, të pi, edhe një ko vjen ku ti nuk din as qa me bu pytje njën i tjetërit. Mujna me shprejna i dëshira të këtu tonën, abdin qka kena me bu nesër, ose na i sen. Kena kënu shumë. Pa morë pa zishtë sa e kemë zonë në njëri për qëtë vetën, asu se kom në e vazhdoni, po s'nalën të këmu. Po, jena munu me bu një loj koreografie